përputhje me ligjet e vendit. Betohem. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, ju njoftoj se betimi solemn i deputetëve është një veprim i paraparë me kushtetut dhe me rregullore të kuvendit. Tekstin e deklaratës së betimit e ka secili deputet para vetës dhe njëjti duhet të nënshkruhet personalisht. Për ta përmbushur këtë detyrim, lutem deputetët që të ngrihen në këmbë, ta dëgjojnë tekstin që do ta lexoj unë dhe vetëm në fund të gjithë së bashku shqiptojnë fjalën betohem. Teksti i deklaratës së betimit është: unë, deputet në Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me nderë dhe në përkushtim do ta kryej detyrën time dhe do ta përfaqësoj me dinjitet popullin, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë shtetasve të saj. Do të angazhohem për mbrojtjen dhe për respektimin të kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë, për mbrojtjen e sovranitetit, tërësisë territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njerëzit në përputhje me ligjet e vendit. Betohem. Lutem deputetët që personalisht të nënshkruajnë tekstin e deklaratës së betimit dhe t'ia dorëzojnë shërbimit të deputetëve. Përputhje me ligjet e vendit. Betohem.